Përshëndetje Haris edhe për juve në studio, po lajmërohemi edhe një herë nga sheshi Zair Paraziti këtu, ku e përcjellëm nga afër së bashku me shikuesit nga një televizion një gjigant këtu në shesh, ndërkohë atmosfera deri në përfundimin e lojës ishte fantastike, them ashtu, përkraja nuk mungoi ndaj dardanëve, por fatkeqësisht u mposhte me rezultat minimal 1-0. Ndërkohë qytetarët tani vetë janë duke u larguar nga jo dhe qka mund të sheni nga kameramani jonë Meritonin, ndërsa njëtën tuam edhe ma herë që të mërë një mendim sa i përket të ndeshjes, por të njëjtit po hezitojnë për të përgjigjur për shkak të humbjes. Fillimisht ta mundëm në tregu si po ndeshje. Ko s'kena. Ndërkohë do të tentojnë që ta marrim një mendim tjetër të ndonjë qytetari, ku do të na tregojë se si e ka parë ndeshjen. Fillimisht çka nuk shkojnë këtë ndeshje? Sa kom këshirë valajt. Punë kesh. Ndërkohë ka dhe të atill të cilët nuk e kanë këshyër. Tani do ta shohim, ta marrim ndonjë mendim tjetër rreth ndeshjes, ndërkohë ishte një atmosferë fantastike, themi ashtu, ku pas kohë janë hedhur edhe fishek zjarre, ndërkohë ajo që ka vlen të theksohet se në vazhdimsi ka pasur edhe policë ku janë përkujdesur për sigurinë e gjithë qytetarëve dhe sigurinë e qytetarëve turist, të cilën ishin pothuajse në numër të jetë madh, ata të cilët nuk arritën të siguronin bileta, e shikuan nga sheshi. Fillimisht do mundohem që edhe ndonjë qytetar tjetër që ta marrim ndonjë përndësim, po ajo nga çka po shihet është që janë duke u fshehur. Çka nuk shkojnë këtë ndeshje? Por A jemi live? po çka nuk shkojnë këtë ndeshje? Të lutem. Çka nuk shkojnë këtë ndeshje? Sulmi me sfushë dhe sulmi. Çka është dashur me bën më mirë sipas jush? Ndrimet. Besoj që trajneri boni gabime me ndrimet. Ndrimet do është minutën e 60, momenti që e pranum gollin, mi bën ndrimet. Mirë po ndrimet, zakonisht e ndeshëm me Slovakinë i boni minutën e 80. Edhe besoj që kjo ke shumë vonë, momenti që i boni ndrimet për 10 minuta koha ke shumë e shkurt. Kishin bën ndrimet minutën e 60, besoj që kishin ndryshuar diçka të paktën ndeshja e shkuën në vazhdime. Po si e vlerësoni performancën e lojtarëve në përgjithësi gjatë kësaj ndeshje, a e dhanë maksimumin që të paktën ta barazonin? Performanca ke e mirë, lojtarët u mundun maksimum, mirë po këtu ndeshje të rëndësishme që janë, sidomos kjo ndeshje e sëndme, një gabim kushton edhe me humbje. Edhe pikërisht kjo ndodhi sonte, fatkeqësisht. Falenderoj shumë për kohën. Ta shohim edhe qytetarët tjerë, të cilët janë në numër të madh, të cilët po largohen tani. Çka nuk shkojnë këtë ndeshje? Fati, definitivisht. Sipas jush, çka është dashur me ndryshu, themi ashtu, trajnerë apo lojtarët, që të paktën ta barazonin rezultatin? Po, unë kisha menduar mbas pjesës parë. Ta qenën Zhegrovën, Rashicën, mendoj këta u dashur. Në pjesën e futbollit njëre. Po sipas jush, a dhanë 100% lojtarët në këtë ndeshje? Po, definitivisht po. Mendimi jam, po. Shife, kjo është një moment që më vështirë me kontrollu veten. A do t'jeni ndeshje tjetër të përkrahni tash për... Si të mundëm, patjetër. Falenderoj shumë. Ndërkohë në vazhdimsi ka pasur bërritje dhe përkraje ndaj futbollistëve, ndërkohë ka pasur edhe ovacione të shumta për futbollistin Edon Zhergovën, ndërkohë kemi edhe një qytetar tjetër këtu. Fillimisht e keni parë besoj lojën, humbëm me rezultat 1-0, sipas jush çka nuk shkoi? Po atëherë kena ardhur me shumë knatësi nga Shkodra, me ja kthy një ndër vëllezërin tonë Dardan, pasi gjithmonë kanë në mbështetje të kombëtarëve të Shqipërisë dhe ne menduam marrë bashkërisht me disa shok për mu paraqit për me pa ndeshjen. Mendoj që diferencat ishin realisht shumë të vogla, pavarësisht traditës që ka pas Turqia në futboll, numri i popullsisë, zhvillimit të ligës atje, por mendoj që Kosova ka bërë një paraqitje realisht shumë të mirë dhe për këtë jena kënaqur. Çka është dashur të ndryshojë trajneri Fuda, themi kështu, që të barazojë rezultatin ose ta fitoj komplet ndeshjen? Me sa arritën me kuptu se unë jam pak i përfshin të futbolli, ndoshta dash me lytë edhe më shumë në krahun e Zhegrovës. U përqendruam në krahun e majt gjatë gjithë lojës, ku lojtarët konsumuan shumë energji, edhe mendoj që do të me lytë edhe në krahun e Zhegrovës, i cili kishte rreth 20 minuta që u inkuadrote në lojë. Mendoj që do të kishte më pozitive.
Po, si pasi usha mendon se lojtarët të dhanë 100% sot në këtë ndeshje. Aja s'diskutohet një kullosin ndoshta vllon me vllon e kena shef me fitu, ja ma kur përfaqësojmë Kosovën, besoj që lojtarët dhanë maksimumin e tyre dhe duhet parojmë që ka ç'është kapaciteti orë, sepse nuk mund të krahasoni ndoshta me Brazilin, me Gjermaninë apo edhe me Turqinë. Falenderoj shumë për kohën edhe një herë. Ju falenderoj unë ju. Me këtë lidhje direkte këtu në sheshin zero për Azitin, qofse nuk keni ndonjë pyetje, po aktë në linjën të kjo në studio. Po Arlind, a pati edhe tifoz turq që nuk ishin stadium, por ndoshën ndeshjen nga hapësirat publike të Prishtinës? Po realisht ishte një numër të madh, pati një numër të madh tifozëve turq, të cilët e ndjekën nga afër ku së bashku edhe me shqiptarët dhe me ashtu festonin pothuajse gjatë tërë kohës. Kishte të shumë prej tyre që kishin ardhur nga Turqia për në Kosovë, të cilët nuk kanë arritur që të siguronin bilet për të ndjekur nga afër në stadiumin Fadil Vokri ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Turqisë të vlefshme për Kupën e Botës, por të cilët ata ndoqën ku patë mundësinë në fakt ta ndjekin në 3 ekrane gjigante këtu në kryeqytet, por edhe lokalet këtu në sheshin Zero Parazitin, në sheshin Skënderbeu ishin të mbushura për plot, qoftë me tifoz turq, qoftë edhe me shqiptar, por realisht ishin në numër shumë të madh. Arlind, faleminderit.